Midis shumë problemeve të tjera, sistemi mjekësor i Shqipërisë vuan edhe nga vështirësitë e sigurimeve shëndetësore. Specialistët pohojnë se këto sigurime nuk funksionojnë si një skemë mbyllur, duke u paguar nga qytetarët dhe të kthehen po tek qytetarët. Po ashtu ata që paguajnë sigurime nuk mund të dallohen edhe nga ata që nuk paguajnë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Iliriana Golli njofton nga Tirana. Sigurimet shëndetësore të shqiptarëve ende nuk funksionojnë sipas një skeme të mbyllur që nis tek qytetari dhe të përfundoi përsëri tek ai. Kështu shprehen ekspertët të mjekësisë, të cilët shohin me shqetësim vonesat në reformimin e këtij sektori. Qytetarët paguajnë 45% të sigurimeve shëndetësore, 54% i paguan shteti dhe vetëm 1% janë sigurime vullnetare, por më shumë sipas specialistëve në këtë situatë përfitojnë farmacistët. Mendoj se skema është bërë në funksion të grosistëve të barnave dhe të vetmit që kanë përfituar nga kjo skemë sigurimesh dhe nga pagesat dhe nga fatura që shteti do të paguajë për njerëzit që sigurojnë vetë, janë vetëm grosistët e barnave. Pra, kaq vjet më mbrapa ne kemi arritur në një popullsi të hipermedikalizuar që ka medikamente më shumë se sa që duhen, por që nuk ka një rezonancë, nuk ka një skaner të bërë në kohën e duhur. Ndërkaq në tryezat e deputetëve në parlament po diskutohet një projekt ligjëri për financimet shëndetësore. Drejtoria e Institutit të Sigurimeve Shëndetësore, Elvana Hana, thotë se projekt ligji është një hap vendimtar për të ndryshuar situatën. Unë do të thoja që ky është hapi vendimtar që do të zgjidhë përfundimisht të gjithë problemet, qoftë nën financimit, qoftë të bashkëpagesave, qoftë të konstituimit të pagesës, të paketës minimale të shërbimit në parësor, dhe spitalor, duke ndjekur gjithë ciklin e hyrjes dhe të daljes së pacientit nga sistemi shëndetësor. Pra të gjithë këto janë element që duhen përmendur dhe duhen gjetur zgjidhje në zgjidhjet që kemi propozuar. Sektori i shëndetësisë ka tani një ministër të ri me ndërtimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve. Ministri i ri i shëndetësisë Petrit Vasili thotë se objektivi kryesor është që shërbimet mjekësore të shkojnë sa më pranë qytetarëve në mënyrë që ata të mos dynden në spitalet qendrore. Zoti Vasili thotë se një pjesë e qytetarëve nuk paguajnë sigurime shëndetësore, ndërkohë që pjesë ndërmuese të skemës financiare e mbulon buxheti i shtetit. Qytetarët duhet bindën që tashmë pagimi i sigurimeve shëndetësore nuk është një dëshirë, por është një obligim, sepse në të kundërt do janë të detyruar që të paguajnë shumë. Dhe kjo për një arsye shumë thjeshtë. Nuk mundet më që një pjesë e vogël, një pjesë e kufizuar e qytetarëve që paguajnë të mbajnë në kurriz peshën e sistemit shëndetësor për ata që nuk paguajnë. Kështu që këtu në këtë rast nuk po bëjmë asgjë tjetër se po vendosim një barazi të qartë me të gjithë qytetarët. Ministri Vasili thotë se qytetarët nuk duhet të nënvlerësojnë sigurimet shëndetësore që aktualisht janë minimale kundrejt shumave të mëdha që do të duhet të paguajnë kur të sëmuren. Pjesa tjetër do të jetë detyrimi ligjor. Ai që nuk e ka kryer detyrimin e tij të paguajë, pra nuk ka librezën shëndetësore, e cila provon detyrimin që e ka paguar, do të marrë shërbim shëndetësor, se shërbimi shëndetësor është i detyruar për gjithë qytetarët, por do ta marrë edhe me pagesë. Nëse qytetarët e tjerë që paguajnë sigurime nuk do të paguajnë në mënyrë të natyrshme, ata do të paguajnë. Dhe sigurisht që nëse do të bëni një llogari fare të thjeshtë, do të kuptonin që ajo që paguajnë ata në vit si detyrim është shumë e pakët, është simbolike në raport me atë që do detyrohen të paguajnë për atë shërbim që ato të marrin në spital. Por doktor Arben Runa, një nga ekspertët e kësaj fushë, thotë se krahas numrit të vogël të kontribuesve dhe shumave të vogla të kontributeve, problemi tjetër më i madh është se qytetarët nuk mund të evidentohen nëse paguajnë sigurime apo jo. Ato mblidhen nga tatimet, vinë në formë jo të detajuar në institutet e sigurimeve dhe bëhen të aksesueshme mbas disa muajsh, çka nuk e bën të verifikueshme pacientin në momentin që shkon në spital. Pra, thënë më troç, duke vajtur në spital, si një i siguruar, si një pasiguruar, as mjeku, as spitali nuk ka mundësinë ta verifikojë kush është i siguruar dhe kush jo. Çfarë përfitimesh ka njëri dhe çfarë përfitimesh ka tjetri. Të dy paguajnë në spital dhe kjo është një gjë që duhet marrë fund. Nga ana tjetër, zonja Hana thotë se numri kontribuesve është gjashtë dhe skema e sigurimeve shëndetësore po shërben me besnikëri mira pacientëve kronik, ndërsa për evidentimin e pacientëve rastësor dhe kronik do të përdoret karta e identitetit, ku do të shkruan edhe informacionet shëndetësore për kontributet e tyre financiare.
jemi duke punuar në fakt me një grup që është ngritur në Këshillin e Ministrave për të integruar kartën të dhënat e kartës së shëndetit në këtë kartë identiteti. Dhe natyrisht kjo kërkon një çik punë sepse ka ka një lidhje me koordinimin ndërinstitucional me institucione të rëndësishme si Ministria e Brendshme, si Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Ministria e Financave, Ministria e Shëndetësisë. Aktualisht shuma e sigurimeve shëndetësore në Shqipëri është 3.2% e pagës mujore të qytetarit, çka vlerësohet nga specialistët si tepër e ulët dhe e pamjaftueshme, kur në vendet e rajonit është mbi 7%. Ekspertët thonë se numri i vogël i kontribuesve, shuma e vogël e kontributeve dhe mungesat në evidentimin e qytetarëve që paguajnë sigurime mbeten sfidat kryesore të këtij sistemi. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.